Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Irani goditi dhe bazën ushtarake britanike në Qipro. Ministri britanik i mbrojtjes John Healey deklaroi se 2 raketa u lëshuan nga Irani. In Cyprus, we had 2 ballistic missiles fired in the direction of Cyprus. Një burim konfirmoi për Jerusalem Post se raketat ishin të destinuara të arinin në Qipro, por përfunduan me errët në ujë. Personeli ushtarak britanik, i njohur si Forcat Britanike në Qipro, është i stacionuar në zonat sovrane të bazave të Mbretërisë së Bashkuar, në Akrotiri dhe Dhekelia në Qipro, ndërsa 300 trupa britanike ishin stacionuar pranë bazës ushtarake amerikane që Irani goditi në Bahrein të shtunën, me disa nga ushtarët që ndodheshin disa qindra metra larg. But in that Bahrain military base that was hit by missiles and drones yesterday, we had 300 British personnel, some within several hundred yards of the strike. Dhe Jerusalem Post raportoi se Irani kishte goditur një pjesë të zbrazët të bazës dhe se Bahreini kishte menaxhuar me sukses raketat në hapësirën ajrore. Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe janë gatër për veprime mbrojtëse proporcionale për të shkatruar në burim kapacitetin e Iranit për të lëshuar raketa dhe dron. Reagimi vjen në një deklaratë të përbashkët të Berlinit, Parisit dhe Londrës. Liderët e grupit e 3 janë të tronditur nga sulmet raketore të papërzgjedhura dhe jo proporcionale të lëshuara nga Irani kundër vendeve të rajonit në kundërpërgjigje ndaj tyre të kryera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në territorin iranian, thuhet në deklaratë. Saudi Arabia, UAE, Qatar, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, and Jordan, France expresses its full support and complete solidarity with these countries. Ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot premton mbështetje për vendet aleate si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Iraku, Bahreini, Kuwaiti, Omani dhe Jordania, që janë shënjestruar qëllimisht nga raketa dhe dronët e Gardës Revolucionare Iraniane dhe janë tërhequr në një luftë që nuk e zgjodhën. Komentet e tij erdhën ndërsa aleati kryesor evropian, Gjermania, gjithashtu foli për gatishmërinë për të mbrojtur interesat e saj kundër sulmeve iraniane. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri thirrje për uljen e menjëhershme të tensioneve në lindjen e mesme dhe shmangen një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës së sigurisë në rajon. We must work hard to de-escalate and stop the conflict spreading. In the last hours we have witnessed numerous attacks, including a drone attack targeting the British airbase in Cyprus. We also saw a strike on the Saudi Aramco oil facility. Duhet të punojmë shumë për të ulur tensionet dhe për të parandaluar përhapjen e konfliktit në rajon. Zhvillimet e fundit në lindjen e mesme janë shqetësuese, përfshirë sulmin me dron ndaj një baze britanike në Qipro dhe gjithashtu pam sulmin ndaj një rafinerie nafte në Arabinë Saudite. Von der Leyen theksoi se vetëm një zgjidhje diplomatike mund të jetë e qëndrueshme dhe afatgjatë. The only lasting solution is a diplomatic one. And this means a credible transition for Iran, the definite hold to both the nuclear and ballistic programs, and an end to destabilizing activities in the region. Ajo përmendi si kushte thelbësore një tranzicion të besueshëm për Iranin, pezullimin përfundimtar të programeve të tij, të raketave bërthamore dhe balistike, si dhe ndalimin e aktiviteteve destabilizuese në rajon. Presidenti i Komisionit Evropian dënoi në termat më të forta të mundshme këto sulme të pamadura dhe pa dallim nga Irani dhe përfaqësuesit kundër territoreve sovrane në rajon. Shqipëria qëndron qartë azi për krah Shteteve të Bashkuara në përballjen me Iranin. Ministri i ndërtyrë për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali deklaroi se në qendër të kësaj krize nuk janë vetëm shtetet dhe strategjitë, por dhe njerëzit. Spiropali siguroi se Shqipëria ka qenë dhe mbetet e qartë. Regjimi i ajatollave ka shtypur popullin e vet për dekada dhe ka kontribuar në destabilizimin e rajonit përmes veprimeve dhe strukturave që cënojnë sigurinë ndërkombëtare. Njëkohësisht Spiropali dënoi çdo sulm ndaj civilëve dhe çdo veprim që rrezikon përshkallëzim të pakontrolluar ushtarak. Spiropali konsideroi të papranueshme sulmet dhe kërcënimet që kanë prekur Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin, vendet e gjirit, si dhe interesat dhe personelin amerikan në rajon. Sulme dhe me ambasadën amerikane në Kuwait, trupi diplomatik parlemëroi qytetarët amerikanë të mos paraqiten në ambientet e saj dhe të strehojnë në shtëpi deri në njoftim të dytë. Qëndroni në banesën tuaj në katin më të ulët të disponueshëm dhe larg dritareve, mos dilni jashtë ambasada, në një deklaratë, teksa shtuan se personeli i ambasadës amerikane është strehuar në vend. Kuwaiti, një aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që strehon gjithashtu një bazë ushtarake amerikane, deklaroi se ka kapur raketa të lëshuara në drejtim të territorit të tij. Merret Ministria e Mbrojtjes së Kuwaitit tha se disa avion ushtarak të Shteteve të Bashkuara urrëzuan të hënën, por të gjithë ekuipazhet mbijetuan.
Donald Trump reagon për vrasjen e liderit suprem të Iranit Ali Khamenei. Ai deklaroi se e goditi atë përpara se ta sulmonte. Ata u përpoqën 2 herë, por unë e godita i pari, deklaroi presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur u pyet se këshite si kandidat për të udhëhequr Iranin pas vdekjes së Khamenei. Trump deklaroi se të gjithë ata që i kishin marrë në konsiderat tashmë janë vrarë, duke shtuar se sulmi ishte mjaftueshëm i suksesshëm për të eliminuar shumicën e kandidatëve. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Ne goditëm qindra objektiva duke përfshirë objekte që i përkisnin gardës revolucionare, sistemet të mbrojtjes ajrore, nën tanie përveç një baze tetare, i bëj thirrje gardës revolucionare, ushtrisë iraniane dhe policisë që të ulin armët për të fituar imunitet ose të përballen me vdekje të sigurt, apeloi kreu i Shtëpisë së Bardhë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëron se operacioni në Iran mund të zgjasë deri në 4 javë. Izraeli është nën sulm. Një raketë iraniane goditi një pallat banimi duke vrarë 9 persona. Në veri të vendit u dëgjuan sirenat për një sulm me raketa që vinte nga Libani nga Hezbollah. Reagimi i minjëhershëm erdhi nga mbrojtja izraelite, e cila u kërkoi banorëve të rreth 50 qyteteve dhe fshatrave të largohen urgjentisht nga shtëpitë e tyre dhe të mos afrohen pranë strukturave të dyshimta. Teherani vazhdon akmarrjen kundër vendeve që i konsideron armiqësore. Shpërtimi i raportuar në të gjithë gjirin persik përfshirë Dubain, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Doha në Katar. Avionë luftarak të forcave ajrore izraelite lëshuan më shumë se mbi 2000 bomba në ditën e parë të luftimeve kundër qindra objektivave të regjimit iranian dhe objekteve ushtarake që nga fillimi i konfliktit me Republikën Islamike njoftuan forcat e mbrojtjes së Izraelit. Sasia e municioneve të hedhura mbi objektivat në Iran gjatë 30 orëve të para të konfliktit ishte rreth gjysma e asaj që forcat ajrore izraelite thanë se përdorën gjatë luftës 12 ditore në qershor 2025. Që nga fillimi i raundit aktual të luftimeve, avionët luftarak të forcave ajrore izraelite kanë kryer mbi 700 fluturime operative, duke arritur repërsia ajrore brenda 24 orëve nga nisja e operacionit, tha ushtria, duke theksuar se shumë sisteme të mbrojtjes ajrore iraniane u azgjësuan në Iranin perëndimor. Gjatë gjithë ditës Izraeli shënjestroi disa vende në mbar Iranin, përfshirë lëshues raketash balistik, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe selik komanduese, duke vepruar dukshëm pa u penguar nga mbrojtja e Iranit. Të paktën 550 persona u vranë brenda territorit iranian që nga nisja e ofensivës, ndërsa 10 qytete janë goditur. Të dhënat u publikuan nga shoqata iraniane gjysmëhënë së kuqe. Organizata humanitare njoftoi se 131 qytete u goditën nga bombardimet dhe sulmet me raketa. Edhe Garda Revolucionare Iraniane njoftoi se kanë ndërmarrë valën e 10 të sulmeve akmarrëse ndaj objektivave izraelite si pjesë e operacionit të koduar, premtimi i Siqert 4. Sipas agjencisë iraniane, raketa balistike të tipit Kyber janë lëshuar drejt kompleksit qeveritar në Tel Aviv, si dhe drejt qendrave të sigurisë dhe instalimeve ushtarake në Haifa dhe Jeruzalemin Lindor. Emiratet e Bashkuara Arabe garantojnë koston e akomodimit për të gjithë vizitorët dhe turistët që kanë mbetur të bllokuar në aeroporte për shkak të ndaljen fluturimeve. Lajmi u konfirmua nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit në Abu Dhabi. Në një deklaratë drejtuar hoteleve, institucioni u ka kërkuar strukturave akomoduese të zgjasin qëndrimin e vizitorëve që kanë arritur datën e largimit, por nuk mund të udhëtojnë për arsye jashtë kontrollit të tyre. Sipas autoriteteve, rreth 20.200 pasagjerë janë prekur nga riplanifikimi i fluturimeve. Atyre u sigurohet strehimi përkohshëm, ushqime dhe pije si dhe asistencë për riprenotime në përputhje me planet operacionale të miratura. Aeroportet në Emiratë u mbyllën të shtunën pasdite për shkak të përshkallëzimit të tensioneve rajonale mes SBA, Izraelit dhe Iranit. Ambasada e Republikës Kosovës në Riyadh njofton krijimin e një korridori lëvizje për kthimin e të gjithë shtetasve të huaj në vendet e origjinës. Referuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite thuhet se autoritetet saudite presin nga vendet e origjinës të dorëzojnë një listë me emrat e qytetarëve, të dhënat e pasaportave dhe destinacionet të udhëtimit të tyre, përfshirë vende nga vinë, si Kuvaiti, Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani. Kjo procedurë synon që shtetasit në fjalë të pajisen me vizë saudite për hyrje emergjente në këtë vend, në mënyrë që të mundësohet tranziti dhe kthimi i tyre në vendet përkatëse. Ambasada e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që ndodhen në këto vende dhe kanë nevojë për asistencë të kontaktojnë përfaqësinë diplomatike për procedurat më teshme. Ministria e Punëve të Jashtme në Shqipëri ka bërë me dije se rreth 1500 shqiptarë, rezidentë turistë, ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në dispozicion të qytetarëve shqiptar,
rezident apo turist, është vendosur një numër emergjence. Ministria njofton se hapësira ajrore e Emirateve të Bashkuara, ashtu si ajo e të gjitha vendeve të gjirit, është e mbyllur përkohësisht si pjesë e masave për interceptimin e sulmeve. Do të vazhdojë e tillë deri në njoftim të dytë nga autoritetet vendase. Hapja e hapësirës ajrore do të ndodhë në momentin kur të mos ketë më sulme dhe kur edhe vendet fqinjet të bëjnë të njëjtin hap. Ambasadori e Shqipërisë në Tel Aviv, Meri Kumbe, në një intervistë televizive konfirmoi se asnjë shqiptar nuk është i prekur nga sulmet e Iranit dhe Hezbollahut në Izrael. Kumbe pranoi se mbi 12 shqiptarë në Izrael kanë kërkuar asistencën e ambasadës, ndërsa shtoi se në vend jetojnë shumë më tepër shtetas shqiptar të cilët janë në gjendje të mirë. Ambasadori Kumbe deklaron se situata ka qenë e tensionuar për shkak të sulmeve të shpeshta ajrore që Irani ka kryer si kundërpërgjigje pas vrasjes së liderit suprem Ali Khamenei. Rritet numri shtetasve të Maqedonisë së Veriut që kanë raportuar se ndodhen në zona të rrezikuara të lindjes së mesme. Nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë në Shkup bëjmë dije se më shumë se 150 shtetas të Maqedonisë kanë kontaktuar ambasadat në Tel Aviv, Doha dhe Abu Dhabi për mundësitë e evakuimit. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme bën thirrje të gjithë shtetasve që ndodhen në vendet e rajonit të respektojnë me përpikmëri udhëzimet dhe drejtimet e autoriteteve lokale të sigurisë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski, pas telefonatës me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, theksoi nevojën për kujdes dhe koordinim të shtuar për sigurinë e qytetarëve të Maqedonisë që ndodhen në rajon. Informova se institucionet janë të mobilizuara plotësisht dhe ndjekin me kujdes situatën, me gatishmëri për ndihmë të menjëhershme, mbështetje dhe asistencë, nëse kjo do të jetë e nevojshme, shkruan Mickovski. Sipas tij, Maqedonia e Veriut në kontekstin e interesave të saj strategjike dhe aleancave do të vazhdojë të veprojë në mënyrë parimore në interes të stabilitetit dhe sigurisë. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Silenovska Davkova, paralajmëron se situata është e sigurt bazuar në të dhënat e agjencive të inteligjencës dhe sigurisë kombëtare. Pas përfundimit të seancës së Këshillit të Sigurisë të thirrur për shkak të sulmeve në linjen e mesme, kreu i shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut deklaroi se vendi nuk është i ekspozuar ndaj paqëndrueshmërisë dhe se as nuk ka rrezik për sigurinë brenda vendit dhe në rajon. Në këtë kontekst, autoritetet informuan se nuk ka probleme, interkonjuktori midis Greqisë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut është funksional. Ligji parashikon të sigurohet rezerva e naftës nga 40 deri në 90 ditë dhe kjo është plotësuar, deklaroi Silenovska Davkova. Koalicioni bashkëqeverisës vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut rreshtohet për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në veprimet e saj ndaj Iranit. Në njoftimin e vlen thuhet se Maqedonia e Veriut si anëtare e NATO-s dhe aleate strategjike SHBA-s qëndron fuqishëm në krah të aleatëve të saj dhe mbështet çdo nisëm për ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe global. Partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është thjesht politik, por është partneritet vlerash dhe orientim strategjik, deklaron koalicioni vlen. Sulmi në Iran trondit çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare. Nafta bruto amerikane u rrit deri në 8% në $72 për fuqi, por më pas u stabilizua në $71. Ndërkohë nafta Brent, që shërben si standard global, fillimisht u rrit me 12% në $82, por më pas ra nën $78. Të premte çmimi i Brentit ishte më pak se $73 për fuqi, raporton CNN. Irani luan një rol kyç në tregun global të naftës. Ai është prodhues i madh, kontrollon një rrugë detare vitale për transportin e naftës dhe eksporton atë në vende me kërkesë të madhe si Kina. Sipas të dhënave të OPEC, Irani ka rezervat e treta më të mëdha të provuara të naftës në botë. Për shkallëzimin e konfliktit në Iran, pasoi me rritjen e çmimit të naftës në Kosovë. Kryetari i naftëtarëve të Kosovës, Fadil Beriani, deklaroi se ka një rritje të çmimit të naftës me rreth 6%, nga €1.18. Çmimi është rritur deri në €1.25. Në njoftimin zyrtar thuhet se situata gjeopolitike në lidhjen e mesme po ndikon drejt për drejt tregjet e naftës. Rritja e tensioneve dhe rreziku për ndërprerje në prodhim apo transport po shtojnë pas sigurinë e furnizimit global, duke shtyrë çmimet e naftës më lart. Vëmendja është veçanërisht tek ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të kalimit të naftës në botë, thuhet në reagimin e shoqatës së naftëtarëve në Kosovë. Sipas kësaj deklarate, çdo problem në ngushticën e Hormuzit reflektohet më njëherë në tregje dhe zakonisht përkthehet në kosto më të larta të karburantit për konsumatorët. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.